Me rritjen e temperaturave, plazhet e Lezhës po frekuentohen gjithnjë më shumë nga pushues vendas dhe të huaj. Ky fluks është reflektuar edhe në qendrën shëndetësore verore në Shëngjin, ku prej javësh stafi mjekësor përballet me një numër të shtuar pacientësh që kërkojnë ndihmën mjekësore. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit, të cilët janë më të rrezikuar nga problemet shëndetësore të stinës. Ata këshillojnë që pushuesit të shndrojnë të hidratuar, të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve të nxehta dhe të përdorin mbrojtje kundër rrezeve të diellit. Ne ju japim këshilla dhe individualisht. Ju themi që mos rrini në pikën e nxehtit nga ora 11 deri në 3:30, 4 banesë, sidomos moshat e treta edhe fëmijët e vegjël. Sepse kena pas edhe raste goditje nga dielli, djegje nga dielli, shumë raste. Gjitha këto janë kompleks. Mosha e tretë ndi kërkon më shumë ndihmë, me gjendje hipertensive, me gjitha, me tana gjanat, me dermatite allergjike, me shumë, nuk përshkruhen rastet. E vënë në funksion prej datës 1 qershor, qendra shëndetësore verore në Shëngjin do të vijojë të jetë në gatishmëri për gjatë 24 orëve për të ofruar ndihmën e nevojshme gjatë të gjithë sezonit turistik.